Miqdashur edhe vetë merre me rrjetet sociale shumë, por pyetja është vërtet serioze. A duhet të ndalohen rrjetet sociale për fëmijë dhe të rinj? Me këtë pyetje është marrë intensivisht edhe Shqipëria vitin e kaluar, pas disa rasteve tragjike, por kryesisht me një rrjet social, ndërsa tani po merren edhe shumë vende të tjera. Australia është e para që ka ndaluar përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët dhe të rinjt nën moshën 16 vjeç, ndërsa sot, pra me 27 janar 2026, edhe Parlamenti i Francës ka vendosur që të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Ky vendim tani duhet të miratohet natyrisht edhe në Senat, por pritet të kaloj edhe atje, ndërsa pritet të futet në fuqi në vjesht kur të filloj viti i ri shkollor në këtë vend. Në Asamblenë Parlamentare të Francës për ndalimin e rrjeteve sociale për të rinjt nën moshën 15 vjeç kanë votuar plot 130 deputet, ndërsa kundër ishin vetëm 21. Presidenti i Francës Macron dhe autoritetet franceze thonë se qëllimi është në fakt të ruhet shëndeti mendor i fëmijëve dhe të rinjve, sepse në rrjetet sociale ka probleme serioze, prej ngacmimeve, ofendimeve, krahasimit të vazhdueshëm për shembull me modele dhe me të tjerët, me botën jo reale, e deri tek cënimet serioze, deri tek rastet që kanë rezultuar me mobbing, e madje edhe me dhunë dhe me raste tragjike. Autoritetet e Francës do të ndalohen pra rrjetet, por problemet natyrisht që nuk do të zgjidhen menjëherë, sepse në shumë vende edhe tani ekzistojnë kufizime në moshë për regjistrim në rrjete, por të rinj dhe fëmijët thjesht manipulojnë të dhënat e tyre dhe regjistrohen shpesh edhe me ndihmën e prindërve apo dikujt pak më të moshuar në familje. Ndryshe edhe në Britaninë e Madhe ka kaluar projekt ligji për ndalimin e rrjeteve për fëmijë në dhomën e lordëve, ndërsa tani duhet të kaloj edhe në dhomën tjetër. Në Danimark, qeveria dhe opozita kanë rënë tani më dakord për futjen e kufirit për përdorimin e rrjeteve nën moshën 15 vjeç, pra që ata të mos mund të përdorin. Në Gjermani ka debate të vazhdueshme nëse duhet të ketë kufizime të ngjashme apo jo, pra siç e shihni ka vërtet debate të shumta. Gjithandej, në përgjithësi, pra po zhvillohet një debat nëse duhet të ndalohen rrjetet sociale për fëmijë e të rinj apo jo. Disa vende kanë marrë disa vendime, po ju miq, çfarë mendoni? Duhet të ndalohen apo jo? Dhe nëse po, cilat rrjete duhet të ndalohen? Apo mendoni se fëmijët thjesht nuk mund dhe nuk duhet të përdorin asnjë rrjet deri në një moshë të caktuar? Nëse doni më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku, dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse këtu gjeni shpesh informacione të cilat mund të jenë të rëndësishme edhe për ju dhe për njerëzit tuaj. Faleminderit dhe mirupafshim.